Supozimi tillë I mbështetur qoftë edhe me fakte që Rusia ka ndikimin e saj në këto parti të fuqishme politike se në Francë apo në Gjermani e bën Rusi një shtet shumë të fuqishëm edhe le të themi me një potencial shumë të madh për të ndryshuar fatet e vendeve shumë të rëndësishme në Evropë. Megjithatë në rastin e AFD-s, edhe në rastin e Le Penit kemi edhe mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi para zgjedhjeve në Gjermani një thirrje të Elon Muskut por edhe të Trumpit të hapur në mbështetje të AFD-s, edhe ndërkohë një reagim pas vendimit në lidhje me Le Penin nga ana e Donald Trump. Pra nuk kemi vetëm Rusin, këtu kemi edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara kanë ardhur me këtë administrat, por kam përshtypjen që nëse do të dinin le të themi në detaje lidhjet e sidomos AFD-s me shërbimet ruse, kam përshtypjen nuk do të kishin të njëjtin mbështetje ndaj tyre, sepse Rusia mbështet partitë të cilët kanë për qëllim pikërisht të zhbëjnë Bashkimin Evropian. Në këtë rast. Dhe AFD-ja I ka dokumentuar lidhjet me Rusinë, në sa mënyrë të vetëdijshme, pa vetëdijshme kanë bërë këtë nuk di ta them, por shërbimi inteligjent rus I ka shfrytzuar dhe jam I sigurt që mund të jenë edhe në dosjen që ka paraqitur shërbimi inteligjent gjerman dhe sigurisht janë, që I ka shfrytzuar lidhjet me AFD-n pikërisht për të krijuar probleme në Gjermani. Ndërkohë nuk e di si e sheh të ardhmen e the deri më tani domethënë që jemi në urat pa qarta si e sheh të ardhmen e klasës politike në Gjermani. Jemi në prag të qeverisë së re, është folur shumë për një prishje të atij që konsiderohet si mur zjarri, pra përjashtimit të AFD-s nga pjesëmarrja në qeverisje, që në bazë të zgjedhjeve ose fitoresë së saj në zgjedhje I takon të marrë pjesë në fakt edhe në grupe parlamentare të tjerë. A sheh një përplasje të mundshme apo sheh një tolerancë, një kalim të situatës më butë? Kemi Scholzin, I cili është kancelari në IKE, që bëri thirrje për një qëndrim më të qetë, më të butë dhe më të menduar në lidhje edhe me këtë gjetje të fundit të shërbimit të brendshëm gjerman. Do ketë një përplasje apo do ketë një kalim të butë? Si e parashikon ti? Duke njohur gjithmonë mënyrën e funksionimit të politikës në Gjermani pas luftës së dytë botërore. Duhet kuptuar cili është thelbi I gjithë sëritës AFD-s në Gjermani apo dhe në partive të tjera të ekstremit djathtë apo të djathtë në përgjithësi në Evropë. Dhe thelbi I problemit lidhet me migracionin. Pra migracioni I lishëm ose I palishëm në pjesë të madhe të vendeve evropiane është duke ndryshuar aq shumë demografinë dhe strukturën sociale të këtyre vendeve ku një pjesë e popullsisë ndihet, po them, rrezikuar ose e sheh me dyshim një zhvillim të tillë dhe voton për partitë të djathta ose partitë ekstreme të djathta që është dhe AFD-ja. Pra rritja e migracionit në Gjermani bëri që të votojë për AFD-n. Nëse Gjermania dhe vendet tjera të Evropës Perëndimore, Britania e Madhe, Franca, Italia, Spanja të tjerë vazhdojnë me këto ritme të migracionit të lishëm dhe të palishëm që të vazhdojnë të ndryshojë një herë mirë strukturën e tyre demografike dhe sociale, jam I sigurt që partitë ekstreme të djathtë ose të djathtë do vazhdojnë të rriten dhe mund të çojnë në një luftë civile shumë fjalë e madhe në këtë rast, por në një përplasje shumë të madhe brenda këtyre vendeve. Njëjta gjë vlen për Gjermani. Nëse Friedrich Merz, si kancelari I Gjermanisë, do vazhdojë të ketë të njëjtën politikë, të njëjtën qasje mbi të gjithë ndaj emigracionit të lishëm dhe të palishëm që ndryshon demografinë dhe popullsinë e Gjermanisë, pas 4 vitesh AFD pa diskutim që mund të fitojë zgjedhjet. Kështu që duhet të shkojnë tek thelbi I problemit në këtë rast. Unë mendoj që është padyshim emigracioni I lishëm dhe I palishëm, I cili ka krijuar gjithë të pakënaqësi në shumë vende evropiane, pra nuk është një fenomen vetëm gjerman, është fenomen kudo në të gjithë Evropën, dhe shohim në ato vende në të cilat ka një emigracion shumë të madh, sidomos nga vende jashtë Evropës, pra nga vende afrikane, aziatike e tjera, të cilat kanë krijuar pakënaqësi të mëdha në pjesë të madhe të popullsisë. Pra nëse kapin thelbin e problemit kjo qeveri edhe gjermane, mund të eliminojë rrezikun që vjen nga AFD-ja. Nëse nuk e kap thelbin e problemit, zgjedhjet tjera është sigurt që do humbas. Sigurisht që besoj një nga problemet kryesore është edhe qasja e këtyre shteteve ndaj Ukrainës, ndaj luftës në Ukrainë, ndaj armatimit, ndaj mënyrës se si do të vazhdojë ky konflikt